Përshëndetje dhe mirë se po takohemi miq të gazetës Infokus. Jemi në këtë podcast më të veçantë për shkak se po e realizojmë me 3 maj në ditën botërore të lirisë media. Kjo ditë që u shpall nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara nga viti 1993. E që për qëllim kryesor kishte rritjen e ndërgjegjësimit për lirinë e media. T'ja kujtonte qeverive detyrat dhe obligimet për mbrojtjen dhe respektimin e të drejtave të gazetarëve dhe lirisë së fjalës. Të nderonte gazetarët e rënë nëpër konflikte dhe luftat në krye të detyrës dhe mbi të gjitha të promovonte mediat e pavarura dhe pluralizmin. Çdo vit kjo ditë trajton një temë të veçantë që është sfidë globale. Por kësaj here në Kosovë nuk është duke na u prekupu se çka mund të jetë tema globale me të cilën jënë të trajtu ose jënë të marrë vendet gazetarët në për shtete tjera. Për shkak se jemi duke ballafaquar me një realitet në të cilin ka vite që jemi, por që dje në raportin e Reporterëve pa kufi, Kosova ra në vendin e 99, një degradim. Një regres që shënoi në 2 vitet e fundit e kësaj here dolëm që jemi shteti që kemi psu një rënje e që jemi ma keq se sa gjitha shtetet e Ballkanit. Duke u renditur në vendin e 99, madje ma keq edhe se Serbia dhe se gjitha shtetet e Ballkanit. Për të diskutuar për këtë temë e për problemet me të cilat ballafaqohen çdo ditë gazetarët në Kosovë,